Çfarë ndodh nëse hamë bukë të mykur? Do befasoheni. Nuk është i gjithë myku i njëjtë, por a keni mbetur diçka për të ngrënë dhe ajo varet gjithashtu edhe nga ngjyra. Mirë po, edhe në artikuj të cilët është krijuar myku do të bëjë një diferencë të madhe. Për dallim nga ushqimet e prishura, myku nuk ka erë të keqe, por qëndron në maj, duke e bërë atë që hamë që pos mykut të shkaktojë edhe komplikacione të tjera. Por mirë po, çfarë ndodh nëse hamë bukën e mykur? Ekspertët thënë se nuk ka një përgjigje të thjeshtë, por rreziku i shëndetit është i barabartë si dhe kur pim ujë nga burimet e paverifikuara. Myku vetvetiu nuk është toksik. Ekzistojnë shumë lloje të mykut, mirë po për disa mund të mos jenë edhe aq të dëmshme për shëndetin. Myku, nëse konsumohet në sasi të mëdha, mund të shkaktojë probleme të imunitetit, dridhje të buta, mund të shkaktojë gjithashtu edhe rënje të shëndetit tuaj, por duhet të tregoni të kujdesshëm mos e fshtoni atë edhe gjatë konsumit të ushqimeve.